E ardhmja e Kristian Aslanit vazhdon të mbetet e pasigurt, pasi mesfushori nuk e ka të garantuar qëndrimin në radhët e Beşiktaşit. Paraqitjet e tij në klubin turk, ku huazua në janar, nuk është se kanë qenë brillante, ndaj në Stamboll po shtohen gjithnjë më shumë zërat për kthimin tek Interi në verë. Një arsye shumë e fortë për të cilën Beşiktaşi nuk do të vërë në zbatim klauzolën për blerjen e kartonit të tij, është se drejtuesit mendojnë që shifra 11 milion euro që ka caktuar Interi është shumë e lartë për mesfushorin. Mediat turke kanë bërë të ditur prej kohësh se klubi kërkon të negociojë me italianët për të ulur këtë vlerë, dhe tashma është mësuar se cila është shifra që ata cilësojnë të pranueshme për Aslanin. Scorer bën të ditur se Beşiktaşi do të blinte Aslanin nëse vlera e tij do të ulej në 5-6 milion euro, por nuk pranon të paguaj më shumë për lojtarin e kombëtares shqiptare. Një situatë që tani më kalon topin te Interi për ta zgjidhur këtë situatë. Zikaltrit kanë tashmë nga një anë opsionin e një përfitimi të menjëhershëm nga largimi i Aslanit, që nuk bën pjesë në planet e klubit, ndërsa në anën tjetër ekziston rreziku për ulje e mëtejshme të vlerës së tij me një huazim tjetër në sezonin e ardhshëm.